Kilometra të tëra në këmbë për të arritur aty ku kultivuesit e kanabisit dhe trafikantët e bimës narkotike kanë menduar se do të vjelin dhe si vjet fitimet e tyre. Ora News dëshmon me pamje aksionin që prej një jave policia e shtetit po kryen në atë që konsiderohet lazarati i veriut. Vetë se ndryshe nga lazarati vërtet, ku kanabisi gjendej në çdo hap që hidhej, në Dukajin të duhet të ecësh edhe 3 orë në këmbë për të gjetur e sekuestruar kanabisin. Gazetari Pebin Kolvataj dhe 2 kameramanët, Erion Sabada dhe Ermal Noka, në orën 4 të mëngjesit janë nisur drejt Temalit, duke sjellë përmes Ora News pamje të ndërhyrjes së vështirë të policisë. Grupi i efektivëve Blu dhe Renea përbëhet nga 12 persona. Nga Shkodra drejt digës së liçenit të Komanit, udhëtimi ka zgjatur 3 orë dhe në 7 të mëngjesit, grupi i xhirimit hipë në varg. Pas 2 orësh, udhëtimi mes madhështisë së maleve mbërri në tokë, aty ku duhet të nisë edhe pjesa më e vështirë, udhëtimi në këmbë për në Temal. Është ora 9 të mëngjesit dhe duhen 3 orë të mira për të shkuar në Vil, fshati i parë i komunës. Gjenden edhe parcelat e para. Por për të gjetur të tjera duhet sërish të ecësh në një terren të vështirë, ndërsa ekziston edhe frika e ndonjë përballjeje me armë, pasi në 2 ditët e para 2 helikopterë u qelluan, e madje njëri prej tyre bëri ulje të detyruar dhe ka mbetur në malet e Dukajinit. Deri tani janë asgjësuar mbi 100.000 rrënjë kanabis, ndërsa aksioni pritet të vazhdojë deri në fund të kësaj jave. Më pak bujë është bërë nga policia këtij aksioni në krahasim me ndërhyrjen në Lazarat, por pamjet e Ora News tregojnë se është goxha më i vështirë. Ik për një që... Dhe, ullë në poshtë.